Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Tashmë ka ditë që është konfirmuar fituesja e X Factor Kids Albania. Eden Dani, shkodrania jon e cila rëmbeu zemrat e spektatorit, vlerësimin e jurist, të specialistëve, për një ecuri të shkëlqyer me materiale shumë të bukura, sfiduese, edhe që mundi të realizoj me një ecuri të shkëlqyer këtë kompeticion i cili ishte shumë konkurrues. Ajo sot ka ardhur tek Mirëmëngjes Shkodër dhe unë me shumë kënaqësi e kam këtu në këtë studio këtë vajzë shumë të ëmbël, edhe në komunikim të afërt njerëzor, edhe në të gjithë ecurinë e saj, apo urime Eden. Shumë faleminderit. Kam kënaqësi kur flas me ty sepse ke një shpirt të bukur, edhe kur flet një fjalë të zakonshme. Shumë faleminderit. Ka disa ditë, po mësohesh me fitoren, po të bahet e jotja tashmë, apo të duket ende ju çudi, unë e fitova. Unë nuk, aty moment nuk më shbesu hiç, edhe prap më duket sikur nuk mbesohet, po kja post është shumë e bukur. Kja mas i ka kërë eksperienca, ka kanë shumë e bukur. Shumë e bukur. Çfarë të zbukuron këtë periudhë? Unë ka menu se mas X Factorit kishte me kanë shumë më vështirë më përballë me tonat e që vjen mrapa. Edhe nëse nuk e fitosha, por çdo gjë është urdh si vedit, si natyrshëm, edhe unë jam thjesht të shiu. E të ftojnë, të pyesin, të përshëndesin. Me shumë aty në vlerësimeve, urimeve, ti patjetër që të mbet në mend ndonjë i veçantë. Unë kam pas aq shumë urime, aq shumë suport të dashuri, nuk di me dallu asnjë të ton i vlerësoj pa fund sepse kanë tana shumë të përzemërta. Shumë të përzemërta. Bravo. Vërtet ke pas një ecuri të shkëlqyeshme. Një ecuri që filloi u rrit, u bë madhore. Po mirë, çai është për ty X Factor Kids Albania? X Factor tash që e mendon, tash. Se kur je aty s'ke kohë. Nuk e kohë. X Factori ka kanë faktikisht eksperiencë me pa kështu profesionale, so nuk kam bë asnjëherë me muzikë profesionalisht si thohet. Edhe përveç faktit që ka kanë një eksperiencë që kam shiju pafund, jena kënaq, ka kanë edhe një eksperiencë që më ka mësu tepër shumë. Kam mësu si mu përballu me emocionet, me zonin, jam rrit shumë performanca, jam rrit artistikisht, jam shumë falenderuese për këtë eksperiencë sepse më ka rrit shumë. Ti nuk je thjesht një këngëtare, ti je një artiste skenës, sepse më thu se si të kontrollosh emocionet, si të realizosh performancën, si të kesh kontrollin e zanit në raporte të ndryshme, të shtrirjes së ti, ke realizu materiale sfiduse, të ndryshme, të natyrave të ndryshme, gjatë që të kanë stërvit shumë, apo ja? Tana këta materiale të ndryshme kanë një sfidë për mu për çdo javë, edhe një sfidë që i kam shiju shumë, për çdo sfidë e kam shiju tepër shumë. Kjo është e bukura. Prandaj, mbas një jave ti me frymëzim fill tjetra. Mirë, po ti që shkur ke këndu? Unë kam këndu qysh e vogël krejt, kam fillu... Nuk mahet men. 13 vjeç vajza, nuk e mban më. Kam fillu qysh të ato festat e vogla që u bëshin në shkollë, që u mlashin në shkollë të bën festat, e me kalimin e kohës veç sa është rrit skena, është rrit përgjësia, janë rrit avash. Po në vitin 2024 ti ke fitu çmimin Best Vokal në Festivalin Junior Fest, që do thot një çmim që nuk e harron dot. Jo, ka kanë tepër me vlerë dhe mund të them që ka kanë një shtys për me bën një hap si X Factory. Po mirë, po para këtij çmimit kanë qenë edhe disa çmime tjera këtu tek kjo familja jonë Shkodra. Unë kam marrë pjesë te Bilbilat për shumë vite, kam fituar edhe çmimin e parë aty, kam ikë edhe si përshëndetje për me hap spektaklin. Pra, mund të them që çdo gjë ka filluar në Shkodër për mua. Shkodra ka kanë fillimi jam. Fillimi jot.
ka shumë mësues aty. Shkolla ka mësu shumë për tonë zyshave, zyshes tajme të muzikës, zysh Leonores. E përshëndesim zysh Leonores. Shumë. Edhe mund them që këtu jam rrit, jam formu, mësë nej. Hapa të tjerë, stadet të tjera, një stad profesional, ishte ky pjesëmarrja në X Factor. Bravo, shumë bukur. E pata andër të kishe një të tillë paraqitje apo u paraqite gati rastësisht në audicionin e parë? Në fakt, unë nuk kam pas merak me marrë pjesë këtu, sepse ishte shumë problemi i shkollës. Sepse unë për mua shkolla është shumë e rëndësishme, prandaj. Çfarë klase? Jam klas 8. 8, nuk ke provime si vjet, Ja, si vjet ja. Provimin më të madh edhe vitin tjetër. Edhe ishte shumë problemi i shkollës. Por, masi thame, pa e provojmë. E bëjmë, japim një hap, shohim se si shkon. Audicioni i parë ishte kreatore e madhe. Unë sa dola për shkollës, sa kishim kryer fizkulturë, u ndjes unë. Vetëm hi aty, këna një këngë shpejt edhe çfarë gjyza. Çfarë këngë? Këna një këngë të Adelit me sa më e mendu, në kështu kot shpejt. Pse zgjodha Adelën? Është këngëtare e preferuar, unë marraj mas Adel. Ke këndu edhe në skenë ke këndu Adel. Ka vëllu 2 herë Adel. 2 herë. Edhe zgjodha Adel, e cila që bekim për ty. Mendoj se më ka dhënë shumë kështu fat zgjedhja këngë, sepse e kam kënu masane edhe 2 herë tjerë kam kënu gjysmë-finale, edhe ja, se di, ajo artiste më pëlqen shumë. Po mirë, ti edhe atë audicion harrove se edhe apo të mbeti mendja. Kur po japin përgjigjet. Kaloj shumë kohë. Masa ne u thirr me 10 herë për audicionin taman që u publikote. Edhe aty filloi tu emocionu i fije, për ti fije se filloj. Diçka është këto. Ashtu nol diçka. Edhe masa ne punu me fort për me nol audicioni edhe etj tu vazhdo. Të gjitha hapat me radhë. Erdhi paraqitja parë në skenë, e cila ishte një impenjim vetë. Tashma çdo gjë ishte vulos në këto hapa që nisen me të parin e vazhdojnë deri tek finalja. Si ishte kjo fillesë e një rrugtimi tashmë shumë serioz. Une kam kanë gjithmonë njëri që kishte shumë turp edhe emocione për me dalë në skenë, kështu që në fillim e kam marrë me shumë turp, me merak, me frikë, si thohet. Por kaloshi njaftë, unë basha dhe ma qetë. Sepse se ti mesha një siguri në vedi për çdo javë, sepse të punu për çdo javë aq shumë, nuk ke pse me pas ma siklet ose emocione, vetmja gjë, cilin i vetmi emocion që më kisha çdo javë ishte thjesht shijimi i performancës. Sa bukur. Pa mirë, si keni punu ju? Për provat pafume, tonë javën, as edhe një ditë pushim. As diele, as shtunë? As shtunë, as dile. As i fije. Kena punu për çdo ditë. Ti u zhvendose nga Shkodra në Tiranë? Jo, unë kam bë vajtje ardhe për çdo ditë, për gati vit e gjys, përveç se javën e fundit, najt me atje se thame, mas është më mirë që javën e fundit me pas një pushim nga rruga. Por për çdo ditë unë shkosha. Ishe një vend të parë në autobusin e linjës? Apo si shkoshe? Unë kam shku me gjyshin tem për çdo ditë. Edhe biles jam, du mi thonë shumë falemnderës për tonë që ka bë për mu gjatë kësaj eksperience, sepse mund kena pas 100 biseda në makinë të folë. Për çfarë bisedosh? Për performancën e javës, se si janë të shku prova, qa jena tu menu me vesh, të me thonë biseda nga më ndryshme, këshilla, menime, dhe me thonë, bisedat pa fund me të cilat... Se gjyshi është mësu për skenën, sepse Elhajda, këngëtare që ka famën e saj, tash ti po del edhe kjo vajza e vogël, e Ledit, vajza e madhe, se ke edhe një motër madhe vogël, po gjithsesi je mbes edhe gjyshi filloi me dhanë disa, të kujtohet në këshill e tij? Gjyshi gjithmonë ka thënë që unë kisha mu ba, si thohet. Pra, t'jepte besimin. Pra, m'jepte, ai gjithmonë më ka thënë shumë besim. Gjëja që më ka thënë gjithmonë ka kënë besimi, më ka thënë që jepi forca, sepse mundesh, si thohet. Po si zhvilloshi këto prova? Në mëngjes, në drek, mas dite? Kishim
ka herë ishin masdite, për shembull Hanet Martën ishin masdite mas shkollës, që unë shkosha në shkollë, masandaj mas shkolle hypshin makinë, unë nishin për Tiranë. Masandaj kishte mërkurë të ajte që filloshin 9 natës, krishin darkë vonë 8, sot, se ishin prova në skenë. Edhe kishte prova për çdo ditë për mu perfekcionu kënga e javës që ishte për të premten. Masandaj shtunë dilin bëshin prova për javën tjetër. E Hane e Marto ishin prova ko? Në studio? Po, ishin tek studia, me zyshat. Po si mësoshe ti një këngë? Ose përpara se të mësosh një këngë ishte përzgjedhja këngës, ishte një repertor i gjanë, madje nganjëherë i panjohur, i njohur shumë ose më pak, por që përzgjedhja këngës ka kanë bashkëpunim edhe me i familjes, por edhe me profesionistat nga në produksionit. Pra ne kena dhënë opsionet tona, edhe jam konsultu me Zyshen, of course, Zysh e rinden, cila ka kanë mbështetja jam edhe më e madhe, mund të them gjatë këtij X Factori, edhe kena vendosur këngën për javën. Mësej kena filluar avash të mësu të perfekcionu që më kanë gati për të premten. Ke pas raste që për shembull Zyshat ka bën shumë sugjerime nganjëherë edhe vrejtje, kur është mbyll dita, ke qenë edhe lodhun, natyrshëm edhe lodhun, po ke pas edhe ndonjë mërzitje të vogël. Ka kanë shpesh herë se mund të them për shembull një rast ka kanë një këngë që ka kanë një këngë rock. Unë nuk jam fort ati zhaneri, sepse unë preferoj baladat, por thash po guxojmë pa e marrim një sfidë, po provojmë një zhanër krejt tjetër. Dhe zgjodha atë më të vështirë në edhe rockun. Edhe nuk ishte edhe thjesht, ishte shumë e vështirë si këngë. Po hajt, ç'a më bë? E morme, edhe unë e mora si këngë. Tu e mësu, thash qaj kam ba vedit me këtë këngë. Po kur e realizove? Po kur e realizove, mund të them që ka kënë një momentet ku kam kënë ma krenare, sepse u do të me hi këtë në karakter, u do të me kënë eger, u do të me pas performance, edhe ishte kundër të jam, unë jam një rëbë shumë jamël. Shumë butë, shumë mirëzor. Më ka mësu se si me dollë për karakterit, edhe mu përshtat me performancen, edhe më ka mësu shumë kja performance. Kjo do thotë ajo që më herët e përcaktove, ka qenë një shkollë, një shkollë e veçantë. Ato mësime nuk duhet mu harru asnjëherë. Aq mësime, aq shumë kena mësu edhe si me këcy, si me performu në skenë, kena mësu gjona nga ma të ndryshme cilat unë jam e sigurt që më kanë rrit tepër edhe janë arsye pse unë mund të vazhdoj në të ardhmen. Me kënë në skuadrën e Piro Çakos ishte për ty, sepse ishit skuadra më kompetitive. E tregoj. Prof Piron ka kanë një fat, aq i madh, ai është një artist i papam, si thohet. Po të njëjtën kohë sa isha lumtur, isha edhe pak e fiksuar u përball me një artist kaq më sa ishte Prof Piro, ja. Edhe të njëjtën kohë, fakti që isha në skuadrën junior ishte gjithashtu shumë sfiduese, se ka kanë kategoria ma e fort, si thohet, se kena kanë ma të rritun, kena kanë edhe ma të rritun vokalisht me moshe, kështu ashtu, por konkurenca e bën edhe ma të bukur. Për mendimin tim konkurenca ka bën ma të bukur. Kjo konkurencë ishte kështu, konkurencë pak me zili apo pas zili fare? Ka kanë konkurencë, po mund të them se ka mbi zotëru shoqënia. Kena kanë shumë të lidhen me njëri tjetrin. Ka herë harroshim që ishim garë, vishim për qef, vishim me najt. Edhe ka fundi mund t'jetë bë pak ma e egër, pak ma e kështu konkurenca. Bashkë ndonjëherë, kush ishte më Çamarroku aty? Ma Çamarroku ka kanë Çamarrok ton, kena kanë. Në lojtar, kështu që bashin shak. Tanë vedi, tanë. S'ka në një kështu specifik. Dzura në shoqet mush që tash i ka marrut për malli. Unë kam pas një raport shumë të afërt me Tetan, jam lidh tepër shumë me Tetan, po mund të them që edhe këto të grupit tem, si thot, i kam pas pak më afër se kanë grupit tem. Unë mund të them që me Nikolin, me Nikol Çavelin, me Davidin, etj, kam kriju një raport shumë për zemërt. Besoj se i kishe numrat e ty në telefon për i marrë patjetër. Kja gjaj, mrekullueshme. Mirë, po e që dal nga dal, ajo gjysmë finalja, Gjysmë finalja, si kur më futi.
pak më kështu, sepse unë për çdo javë nuk kisha kohë me menu për finalen. Nuk kisha kohë me menu për fitoren, sepse u dote thjesht me menu për performancën e të premte, se vetë një gjë që u dote me u fokusu ishte provat, se si ka me dol kënga, pra nuk kishte kërkush kohë për menu për fundin, krejt. Po mirë, ti vishe 2 ditë shkosh edhe në shkollë. Edhe si ishte kjo realizimi? Erdhi Aiden. Ata pyesim një herë si e ka realizuar. Unë kam pasi kështu suport të jashtëzakonshëm për familjes, për shoqënisë, për shkollës, për zyshave, kanë qenë shumë mirë kuptues nga ana e shkollës, sepse normalisht kanë bërë tepër shumë mungesa, por edhe kanë qenë shumë suportues, më kanë dhënë shumë dashni dhe jam e sigurt që pa ta nuk kisha mujt me ecë kaq shumë. Ti the që të vishin të shifshin. Shifshin për çdo javë. O zoti mam, finale kanë qenë 100 njerëz, mund thojmë. Ma shumë se 100. Mirë. Atë moment kur u tha emri, që në gjumë Alketin të thanë emrin, unë përbet e qova, qaj e kujt nëllë të shaf se ishin të lozhet. Shaf lozhet mush, tu hell njerës, tu qa, tu ishin kaq të lumë, tu në dhe ishte një pamja aq e bukur me i pa ata tu gëzu bashkë. Nuk e harron asnjëherë. Nuk kam për të harru kur. Kjo është ajo që ti ke mbjell tek ata njerëz. Ai art, ai dashuri, ai ndjesia që bukur që ti jep kënga, muzika, sepse kënga është gjinia më demokratike e muzikës, gjinia që të bën me edhe me kënu me ty. Kjo, domethënë, është një mrekulli. Çfarë raporti ti? Të gjithë e dinë që ti mesa e El Hajda. Elit, siç i thoni ju. Po çfarë raporti ke pas gjatë X Factor Kids në raport me këtë kompeticion, me hallën tënde, atë njekta jo, atë jepte sugjerime, këshilla, mendime, kënoje këtë këngë sa është e bukur, etj. Po në fakt, Elin gjatë tonë kësaj eksperience, që ka këtë një eksperiencë shumë e gjatë, mund ta kem taku një herë. Vetëm një herë, atë ditën, atë herën që kena kënu duetin bashkë, ka kanë një performancë që unë... Si e përgatitet atë performancë? Po erdhi një ditë para me Sadion, e ba me prova, e perfekcionu me, kënu me, edhe iku. Iku ditën, film mas shfaqes, unë nisë për Itali. Pra unë e kam pas dashnin dhe supportin e saj në distancë, mund të them. Edhe pse nuk e kam taku, unë e di që aja më kam shtet pa fund, më shkrute për çdo herë, më japte këshilla, më japte motivim, edhe këshilla më e madhe që mund të më japte Eli është që thjesht shijaje. Me shijuar gjë e rëndësishme, sepse ku e shijon vet, s'ka ka shkan pa shijuar të tjerë. Ke ndonjë material shumë të dashur dhe të afërt që e veçon prej tjerëve? Prej kësaj eksperience? Kjo është pyetja më e vështirë për mendimin tim, se jam munduar që mi dhon shpirtin se cilës performancë, mi dhon rëndësinë e vet, mi dhon dashninë e vet, edhe mi shiu të tana. Po mund të them se kam një 3 që më pëlqejnë shumë. Ëndër, Purple Rain, edhe Desert Rose, këta janë ata që i kam shiu pak më shumë. Desert Rose. Sa keq vjen që se di me këndu duke bërë punë të shtëpisë. Sa gjë e bukur. Të futet në çdo qeli. Si është ajo? Kënga. I dream of rain, I dream of gardens in the deserts and awake in vain, Asa bukur është kënga. Të futet në rdeje dhe qëndron aty si një mbështetje e mrekullueshme. Kam kanë aq emocionuar kur e kam këtu, nuk e dim kishte kap emocioni mua. Ti the modestisht 3 këngë, po unë di edhe 3 të tjera dhe 3 të tjera. Sa u ban? Janë bën 20 këngë, po me këtë këngë ke të drejtë me ba një diska, një koncert recitala. Nuk e di, por ata i kam si thohet YouTube, edhe mund me shku me ishi ju me një gjuhë për qef. Një në gjuhë më të bukra është që tësh mund me një gjuhë këngët e mija dhe është shumë qef. Kur e një gjuhë? Bjen kujtime në javës të provave, në i gjenë një këngë kujtohet se që kam bëhat javë. Filmi. është si me ka nostalgji shumë bukur. Po mirë, ajo skene madhe ishte si fillim
pak ndrojtje, po mas në u baj jotja, si arritët. Kam pas shumë turp në fillim, biles kajt në fillim, shumë e turshme, shumë marre, shumë frik, po kalot e java, mik të frika. Dhe ty të magnetizoj. Sikur u lidha shumë me skenën dhe nuk kisha më turp, thjesht, më duke se kisha me dal, me knu një kongë, me shiju, kry, kaq. Bravo, shumë bukur. Ti e fituese. Fituese historike, si që thalë Kejta. E para mbahet mënd gjithmonë. Mirë, si do t'jetë më pas, se tashti në vërtet janë kështu po, që të rishti gjithmonë në formë dhe të kesh hapangjitje, stadet të tjera gjithmonë. A e ki mendu këtë? Unë mendova se kja mas X Factor të kishte me kanë shumë mas fiduese dhe ma vështirë, po ashtu arë çdo gjë kështu vejdit. Edhe jam thjesht të shiu për momentin, mos e ndaj se qa ka ardhmja për më dhanë, ta përshofim. Të përshofim, por a është e nevojshme që me pas gjithmonë kontakt me specialista, me trajnues, me pas një vëmendje të veçantë, sepse ju nuk ju që keni kalu nga ajo skenë, nga ajo eksperiencë profesionale, nuk jeni kalimtar tashmë në art, se mora pjesë dhe tashti me harru pa, duhet, of course duhet për mu angazhu, për mu marrë, prep me punu, prep që mu rritë sa ma shumë, kjo është qëllimi. Një vajzë amël, shumë e drejt për drejt, shumë e ngrohtë, me shumë miq që vine e ndjekun kudo që janë, një vajzë që t'jep afrimitet, që t'jep kënaqësi, që po mirë, ato printuj njëherë e motra. Çfarë të kanë thënë? Ata? Qa më kanë thënë ata? Kanë dhënë shumë këshilla, shumë dashuri, shumë support. Ai mendon se sa shumë ju ka rrah zemra kur ti delëshe në skejt. Unë i shifsha, unë kënosha shifsha ata ishto. Ma tremur ata se unë. Edhe ti mësove dhe ata, me mësu me besimin tanë. Ka rruga jote Eden. Ishte shumë e bukur kjo. Kjo eksperiencë është një eksperiencë që s'ka me harru kur. Dhe kështu, artistët e mëdha fillon që në vogli, ti vetëm 13 vjeç, mban një mbisupe shumë çmime, po ky është kjo është një pasaport për me vazhdu. Edhe unë të uroj që të vazhdosh me shumë sukses. Shumë faleminderit. Të realizosh ëndra të mëdha që rriten, vazhdojnë e që pushtojnë skena kudo që të jesh, edhe për më tepër që je edhe shkodrania jo. Shumë falenderoj shumë për gjithçka. Dhe po për gjithçka ke dhënë. Ne spektatorët e kena prit me shumë kënaqësi ditën e premte, çka kena sonte, kena X Factor Kidsin dhe arrishim aty të gozhdum para atij ekrani, jo pa emocion, por një emocion shumë pozitiv që kthehe ndoshta edhe në një përlotje nga ajo çfarë t'i jepsh, edhe të tjerët natyrisht. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Je një vajzë e mirë në radhë të parë. Pastaj vijnë të gjitha të tjerat dhe të uroj që të kesh një curi të shkëlqyer. Faleminderit sot që erdhe në Mirëmëngjes Shkodër. Dita vazhdoft me sukses edhe me mbarësi. Thank you. Faleminderit shumë.